Cila është gjendja në universitetet? Çfarë duhet me bu me universitetet, Ministria e Arsimit, Qeveria e Kosovës? Me universitetet publike, jo me ato po edhe me privatet, po sidomos publiket me qenë se financohen prej taksave të qytetarëve të Kosovës. Shefe tash, na krejt e dim që këto universitete janë kriju pak a shumë në kuadër të veprimeve elektorale. Mirë, edhe çka kemi aty? Kemi për shembull në sektorin publik, veç universitetet publike, 5 fakultete ekonomike, 5 fakultete juridike. Që është absurde. Tash ti më pyet pse ato nuk mbyllen. Ka kosto elektorale. Domethënë për kosto elektorale janë kriju dhe për kosto elektorale mbahen, nuk mbyllen. Kërkush nuk don me i hy asaj pune për shkak që ka kosto elektorale. Çfarë duhet me bëu? Me në përgjithësi, shkëlqen, reforma në arsim ka kosto elektorale. Nuk mundesh me bë një reformë të mirë fill në arsim, edhe po e them kështu edhe me fitu zgjedhjet e radhës. Domethënë sa i përket arsimit, mirë, njerëzit ti marrin parasysh edhe sende të tjera. Po, e vërtetë. Me unë varë veç për arsimit nuk mundesh me i fitu zgjedhjet e radhës. Nëse bën reformë. Prandaj edhe është shumë vështirë një ministër me qëndru 2 mandate në arsim. Qëndron për shembull një mandat, i bën do ndryshime, po pastaj bëhet çaq jo i popularizuar, saqë mandati tjetër. Sidomos nëse bën reforma. Sidomos nëse bën reforma. E çfarë me bë me universitetet? Me i mbyll, sugjerimi juaj. Me i mbyll, me i shndru në Shefe, kolegje, me thonë të drejtën, tash na e kemi një agjensi të akreditimit e cila arriti me u ripranu në Ekuar. Edhe arriti me tregu që ka një farë integriteti në raport me gjendjen që ka qenë ma herët, kur agjensisi bëshim presione edhe binte në kuadër të atyre presioneve, pra detyrohi pa tjetër me akreditu një universitet ose një program i cili nuk i plotson kushtet. Na duhet jemi real, kushtet ligjore në Kosovë për të quajtur universitet i plotson vetëm Universiteti i Prishtinës. Prej universiteteve publike? Vetëm Universiteti i Prishtinës. E prej universiteteve private? Përfshihet në private? Asnjëri nuk i plotson për universitet sepse duhet të ketë 5 programe të doktoratës për me u quajtur universitet. Domethënë, kolegji mund të krijojë programet e doktoratës, po pa i bë 5 nuk mund ta merr emrin universitet.